Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Mos u trishto. Sëmundjet s'mund t'i jenë pengesë për të arritur suksesin. Në gazetën e përditshme Ukav është intervistuar një person i verbër i quajtur Muhamed El Medeni, i cili në këtë gjendje kishte studiuar librat e letërsisë arabe nga sytë të tjerëve. Ai kishte dëgjuar librat e historisë, revistat dhe gazetat e ndryshme nga shokët e tij. Kishte ndodhur që deri në orët e vona të natës të dëgjonte dhe mësonte nga të tjerët. Në këtë mënyrë, ai ishte bërë një referencë në letërsi dhe histori. Mustafa Emin në një numër të gazetës e Sherkul Euset shkruan: "Duro vetëm 5 minuta përballë intrigave të mashtruesve, përballë padrejtësisë së zullumqarit dhe tiranëve, sepse ti jesh i bindur, shkopi dhe hallkat do të thyen, i burgosuri do ta fitojë lirinë dhe errësira do të marrë fund." Në Riad u takova me myftiun e Shqipërisë, i cili kishte qenë i burgosur 20 vjet nga komunistët e atëhershëm. Në burg ishte përballur me tortura të ndryshme dhe punë fizike shumë të rënda, por përsëri kjo nuk kishte qenë pengesë që ai të falë 5 kohë namaz në një skaj të banjës, duke u fshehur nga sytë e zullumqarëve. Kështu edhe pse kaloi kjo kohë gjatë, ai me durimin që pati ngadhnjeu mbi padrejtësinë. Allahu thot: "Dhe ata pa i gjetur kur fare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu." Nelson Mandela, presidenti i Afrikës së Jugut, që i burgosur 27 vjet sepse thërriste popullin e vet për çlirim e pavarësi, duke qenë këmbgulës në thirrjen e tij, në fund ja doli. Në Kur'an thuhet: "Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote e të mirat e saj, ne do ua plotësojmë shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre s'do u mungojë gjë. Nëse ndjeni dhimbje, edhe ata ndjejnë dhimbje sikurse ju. E ju, ndryshe nga ata, shpresoni nga Allahu çka ata nuk shpresojnë. Në qoftë se juve u preku çka ju dhëmb në Uhud, edhe atë popull, armikun, e pa të prekur dhembje si kjo e juaja. Nëse e ke njohur fenë islame, nuk ka pse të brengosesh. Sa të varfër të gjorë janë shpirtrat e atyre që se kanë njohur islamin dhe nuk janë udhëzuar me të. Këtë duhet ta kuptoj çdo thirrës në fe dhe të nxitoj që thirrjen ta përhapë dhe ofroj çdo njeriu në këtë botë. Thirrësi duhet jetë i prirur për thirrje, sepse vetë Islami është mirësi dhe shpëtim për të gjithë. Thirrja duhet të bëhet në tërë botën dhe në mënyrën më të bukur, sepse lumturia e njerëzimit s'mund të gjendet diku tjetër veç kësaj feje të përjetshme. Thot Allahu: "E kush kërkon fe tjetër veç fesë islame, atij kurse si nuk i pranohet, dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit." Një thirrës islam banonte në Munich të Gjermanisë. Në hyrje të qytetit kishte një reklam në të cilën shkruante: "Ti nuk e njeh Yokohamën." Thirrësi islam në afërsitë saj ngriti një reklam tjetër më të madh dhe shkroi: "Ti nuk e njeh Islamin, e nëse dëshiron ta njohësh, bjeri këtij numri." Dhe filluan t'i telefonojnë gjermanët nga të gjitha anët e Gjermanisë, sa që për një kohë të shkurtër pranuan islamin me mira gjerman e gjermane. Në atë vend më vonë ngritën një mesxhit dhe qendër islame për arsimim. Njerëzimi ka nevojë të pazëvendësueshme për islamin, që ai t'u kthejë njerëzve qetësinë, stabilitetin dhe sigurinë, e kështu të dalin nga kaosi ku gjenden sot. Allahu thot në Kur'an: "Allahu e vë me atë, Kur'anin, në rrugët e shpëtimit atë që ndjek kënaqësinë e tij, dhe me ndihmën e tij i nxjerr ata prej errësirës në dritë dhe i udhëzon në një rrugë që është e drejtë." Një mistik islam thot: "Nuk kam përfytyruar që dikush në botë ta adhuroj përveç Allahut fuqiplot." Por në Kur'an thuhet:
e nga robërit e mi, pak janë mirënjohës. Në qoftë se i binde shumicës në tokë, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Po ti edhe pse i lakmon, shumica e njerëzve nuk do të besoj. Një dietar musliman më tregoi se një herë një sudanez i shkretirës kishte ardhur në kryeqytetin Hartum, në kohën kur Sudani akoma ishte koloni e Britanisë. Në kryeqytet, sudanezi i shkretirës pa një polic britanik duke ecur në rrugë. Pyeti shkretirasi: "Kush është ky njeri?" I than: "Njeri që nuk beson." Tha: "Nuk beson në çka?" I than: "Nuk beson në Allah." Tha: "Vallë, a ekziston njeri që nuk beson në Allahun?" Dhe prej keqardhjes shtrëngoi barkun me dorë dhe filloi të vjell. Rrugës për në shtëpi, pyeti i habitur: "E çka në ata që nuk besojnë?" Një dietar islam me emrin Esmai tregoi rastin e një muslimani të shkretirës që kishte dëgjuar një lexues të Kuranit duke recituar ajetin 23 të surës Adh-Dhariyat: "Pasha Zotin e qiellit e tokës, kjo është një e vërtet ashtu siç është e vërtet se ju flisni." Me këtë rast kishte thënë: "I lartësuar qoftë Allahu, ç'nevojë ka që ai të betohet për të argumentuar ekzistencën e tij? I madhëruar qoftë ai. Pra ky është të menduarit e drejtë për Allahun dhe cilësitë e tij." Transmetohet se në një hadith të vërtet, pejgamberi ka thënë: "Zoti ynë qesh." Një nomad musliman tha me këtë rast: "Shpresojmë çdo të mirë nga Zoti që qesh." Allahu mëshirues thot: "Dhe ai është që lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet." S'ka dyshim se mëshira e Allahut është pranë të mirëve. Vërtet, ndihma e Allahut është afër. Kush i lexon librat e historisë dhe biografisë së njerëzve nga e kaluara, mund të përfitojë shumë, midis të tjerash. Vlera e njeriut është në bamirësinë e tij. Kjo është thënie e Aliut, që nënkupton se vlera e njeriut është në diturinë, sjelljen, karakterin, moralin apo adhurimin që ai bën. E asnjëherë vlerat e njeriut nuk i tregon pozita apo fizionomia. Allahu thot: "Një rob besimtar është më i vlefshëm se i dhujtari, edhe nëse ai ju mahnit." Pozita e njeriut njihet në bazë të punëve dhe sakrificave që bën. Nderi dhe madhështia nuk përfitohen lehtë, e as mund të arrihen pa derdhur djers. Allahu thot: "E sikur të kishin dëshiruar të dilnin, ata do të bënin për të luftën ndonjë përgatitje. Dhe bëni përpjekje të denjë për hir të Allahut." Vetë njeriu me lejen e Zotit është faktori kryesor që krijon historinë e vet. Ai e shkruan biografinë e tij me veprat e mira apo të liga. Ne i shkruajmë veprat dhe gjurmët e tyre. Jeta e njeriut është e shkurtër dhe përfundon shpejt. Mos e mbush atë me gjunahe, shqetësime e mërzitje. Ditën kur ta përjetojnë atë, kiametin, atyre do të duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Mjafton mërzitja vetëm me jetën që është e hidhur dhe në të cilën nuk punohen vepra të mira. Shkaqet që e bëjnë njeriun të lumtur. 1. Veprat e mira. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij apo asaj një jetë të mirë. Në këtë botë e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. 2. Gruaja e ndershme dhe e devotshme. Zoti ynë, na bëj që të jemi të gëzuar me punën e grave tona
dhe pasardhësve tanë. 3. Shtëpia e gjerë. Në hadithin e pejgamberit thuhet: O Zot, bëje shtëpinë time të gjerë për mua. 4. Përfitimi i mirë dhe i lejuar. Pejgamberi thonte: Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. 5. Sjellja e mirë dhe dashuria ndaj njerëzve. Më bëj dobiprurës kudo që të jem. 6. Largimi nga borxhi dhe nga shpërdorimi i pasurisë. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë dorë shtrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur. Dhe mos e bëj dorën të lidhur për qafe, mos u bëj koprac, e as mos e shtrin tërsi e të mbetesh i qortuar dhe duarthat nga shpenzimi i tepërt. Përbërësit e lumturisë. Zemra falëndëruese, gjua që përmend krijuesin dhe trupi durimtar. Sikur të t'i grumbulloja dijen e dietarëve, urtësinë të urtëve dhe poezitë e poetëve të cilët flasin për lumturinë, nuk do ta gjeje atë derisa të fitosh bindje të fortë se ti e posedon, e shijon atë dhe se ke nevojë për të. Pejgamberi në një hadith përcjell fjalët e Zotit, ku ai thot: Kush më afrohet mua duke ecur, i afrohem duke shpejtuar ecjen drejt tij. Po ashtu ndër përbërësit e lumturisë së njeriut është mbajtja e sekreteve e në veçanti atyre personale. Tek arabët në një tregim përmendet se është kërkuar nga një beduin që të mbaj sekretin e një njeriu për 10 dinar. Në fillim beduini u përpoq ta mbante këtë sekret. Mirë po më vonë spati durim dhe ja ktheu të hollat personit në fjalë, duke i treguar që sekretin do ta zbulonte dhe se nuk kishte durim me vullnet të fortë ta mbante. O biri im, mos u trego ëndrrën tënde vëllezërve të tu. Pra pika e dobët e njeriut është në shpalosjen e sekreteve tek të tjerët. Kjo është një sëmundje e vjetër dhe anomali në historinë e njerëzimit. Shpirti është i flakt për të treguar tregime dhe shpalosur sekrete. Kjo që përmendëm tregon se nëse njeriu nuk përpiqet t'i mbulojë sekretet e tij, ai nuk do të jetë i lumtur, por do të ndjehet i mërzitur dhe i penduar. Dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i jap të kuptojë askujt për ju. Një thënie popullore arabe pohon: Mbajtja e sekretit i ngjan mbrojtjes nga vrasja.